Së pari duhet të sqarojmë tek opinioni publik që bëhet fjalë për një dosje që ka të bëjë në 2021-shin. Pra, nga ai moment kanë kaluar pothuajse 2 vite, 2 palë zgjedhje dhe kanë kaluar pothuajse 4 vite nga momenti kur është bërë regjistrimi i procedimit penal dhe i hetimit. Të vënohesh që të thrasësh një zëvendës kryeministre ose një person për ta pyetur, por edhe për të marrë një masë ndaj tij, duhet kaq shumë kohë të presësh dhe duhet kaq shumë kohë të marrësh një vendimarrje, ata quhesh një person i cili është në masë sigurie, arrest në burg, arrest në shtëpi, detyrim paraqitje, dalim për të dalë jashtë vendit. Pra kërkohet kaq shumë kohë dhe thjesht na u desh lajmi i fundit i cili na tregonte që personi ndaj të cilët të gjithë pothuajse socialistët kanë besimin që është numri 2 i qeverisë, tronditet nga vetë pushteti që vetuar dhe vazhdimisht i bën lavazh. Është e papranueshme si një fakt i tillë të pranohet sepse nuk mundet të mendojmë që Partia Socialiste është shëndëruar si partia që vendos njerëz të saj në burg. Pra, 1944, 1976 e në vazhdim nuk mund të përsëritet në 2025 në justifikimin që të gjithë të tjerë që kanë hajdut, por ai i cili i emëron dhe i shkarkon këta nuk mban një përgjegjësi të paktën morale. Nuk them të kenë një përgjegjësi politike, të ketë një përgjegjësi penale, por të paktën morale. Dhe vetë socialistët apo komunistët, në varësi se secili si ndihet brenda atij të subjektit politik, të na thotë që a ndihen socialist apo ndihen komunist, sepse në rast se ata mendojnë që në Bashkimin Evropian shkojmë duke shtuar sa më shumë burgaxhi dhe duke shtuar sa më shumë figura të larta, duke justifikuar që edhe tek ne justifikohet në arrestimin, sepse edhe tek pjesa jon, tek kampi jon politik kapin ose arrestojnë njerëz, ky nuk është justifikim. Prandaj, rasti zonjës Balluku, në rast se do të merret ndaj saj një masë sigurie, ne kemi thënë këtu dhe ju e mbani mend shumë mirë, brenda këtij muaji tetor, unë ju kam thënë, mos gaboj, që zonja Balluku nuk e ka punën të mirë nga ky muaj që ishim, pra në muaj tetor dhe pothuajse edhe para 6 muajsh mos gaboj, kemi bërë edhe një intervistë tjetër dhe kam thënë për zonjën Balluku nuk i shikoj punën të mirë. Tani punën të mirë nuk i kam parë dhe nuk ishin, por tani e tutje unë shikoj që zoti Rama po përdor një mekanizëm pothuajse mbrojtëse ndaj saj, por në një moment të dytë që do të kërkohet një vendim shumë i madh, ai normalisht do të marrë një vendim të shkëputje, por shkëputje do jetë e ngadalë, por do jetë edhe një shkëputje e menjëhershme. Tani, e ngadalë e menjëhershme, fakti do të jetë publik pas 1 ose 24 ose 72 orësh nga momenti kur zonja Balluku do paraqitet dhe do merret një vendimarrje ndaj saj. Çfarë pret vetë Belinda Ballukun nga kjo e hënë në vazhdim? Në rast se zoti Dumani nuk shkon në kuvent bashkë me prokurorin e dosjes, nuk shkon të bëj kërkesë në kuvent për një masë sigurie, arrest në burg ose arrest në shtëpi, sipas praktikës që vetë ka normuar spakue, se të jemi realist, edhe sikur nesër të shkojë ajo dhe t'i thënë që do jesh detyrim paraqitje, për mendimin tim duhet të kaloj patjetër nga parlamenti, dhe sepse nuk mundet një pushtet brenda një pushteti tjetër të zbatoj një ligj i cili thot qartësi që deputeti në asnjë formë dhe asnjë mënyrë nuk detyrohet nga një organ tjetër pushtetit gjyqësor, pa një marrë miratim më parë nga pushteti tjetër që është pushteti legjislativ. Pra, edhe në këtë masë sigurie, zonja Balluku duhet kalonte nga parlamenti dhe përsëri dy prokurorë duhet kalojnë nga parlamenti të kërkojnë autorizim. Duke qenë se nuk jemi në këtë situatë sepse zoti Dumani por edhe prokurorët e tjerë shkelin ligjin ton, duke marrë edhe një precedent të mëparshëm të Berishës dhe kryemallit, të cilët ja njoftuan në masën e sigurisë atë çfarë kishin vendosur për të, mendoj që edhe për rastin e saj do të jetë një person i cili do të ndiqet në gjendje të lirë. Tani, a do të jetë detyrim paraqitje, a do të jetë se unë tani e tutje ndaj teje mendoj se ti je një person i cili do të ndiqesh
penalisht, po në fund fare do të procedojë gjykata, mbetet për tu parë, por në gjendjen e lirë, po edhe në detyrim paraqitje, duhet keni parasysh që SPAK-u vajti tek numri 2 i qeverisë. Tani, numri 2 i qeverisë nënkupton rrëzimin moral të Partisë Socialiste nga pushteti, pavarësisht se ju e dini shumë mirë që përgjegjësia është individuale, por në rast se SPAK-u shkon aty ku i dhem partisë në pushtet, sigurisht që dorëheqjet duhet të jepen. Por kjo mbetet për tu parë. Tani a ka bërë mirë SPAK-u apo jo, nuk e di, por unë e di që sa herë vjen rreziku dhe i kanoset një rrezik zotit Rama, sigurisht që SPAK-u duhet ta ndihmojë dhe duhet ta mbrojë. Dhe mbrojtja është shumë e dukshme në raport me ndërkombëtarët. Si e komentoni deklaratën e kryeministrit Edi Rama, i cili theksoi për Deutsche Wellen se drejtësia do duhet bëj punën e saj dhe se qeveria nuk mund të komentojë në këtë rast dhe se nuk mund të merremi me gjyqje popullore. Në optikën tuaj si avokat, si e zbërtheni një deklaratë të tillë? Së pari, kjo deklaratë nuk është juridike, është thjesht mbrojtëse. Atë që ju thash më përpara, çfarë? Zoti Rama tregon të ndërkombëtarët që ka lidhje edhe ai dhe zoti Veliaj, sepse gjithë ndërkombëtarët të cilët kanë pas një pikë linje komunikim me zotin Veliaj, janë të çuditur pse zoti Veliaj përfundoi në burg. Dhe ai për të justifikuar këtë gjë, çfarë bëri? Një pakt juridik me SPAK-un që të merret zonja Balluku si një person i cili do të razojë ujërat mediatike, duke thënë që edhe një person i fortë rreth vetes zotit Rama është marrë pandehur, pra është marrë në sitës së drejtësisë e reformuar të mashtrimit, flasim gjithmonë, nga Partia Socialiste, dhe të shikoni, thot njëri të tjetrit, se shkon Ramës, ja mori SPAK-u edhe këtë njeriu në vetë, se po ta kishte vetë SPAK-u, pse du të merrte këtë dhe nuk merrte Taulant Ballën, pse nuk merrte Damian Gjiknurin, pse nuk merrte një person tjetër atë me i pardin që janë këto abuzime, pse nuk merr Kumbarën, a kupton? Pra, do të tregoj tek ndërkombëtarët që kanë pas lidhje me Erion Velin që shiko, mua më kanë marrë njeriu më të besuar dhe unë s'kisha çfarë të bëja dhe e lash në mëshirë të fatit, sepse unë nuk ndërhy ai shkreti, as të drejtësia të asnjë vend. Pra, kjo është një lojë mbrojtëse ndaj vetes së tij, sepse ai do të mbrohet me rastin e Ballukut, sepse për shembull kemi parasysh diçka tani. Ju e dini shumë mirë që kur unë thoya që për Velia nga kjo da deri kaq nuk shikoj gjëra të mirë, edhe të gjithë thonë ç'a thot ky radh. Të thosha para një muaj dhe para 6 muaj për Ballukun nuk e shikoj dhe u erdhi fleta. Tani ose do shkoj se në një moment do shkoj, nuk ka nga të bëj. Dhe unë po të them ty, situata është e tillë. Këta të cilët kanë investuar të këta individ që janë afër Edi Ramës, kanë dështuar, sepse PR-i jashtëm, në PR-in e brendshëm luan një rol shumë thelbësor. Kush është vendimarrja? Pra, unë mundet të fryem që jam miliarder, po në rast se ti më shiko me një makinë luksoze, nga pikpamja jashtme, ti çfarë shikon? Mjetin, thon sa miliona pas ka ky. Po ti se di, aja ka marrë me qera, është e imja, është e miku tim edhe kështu me radhë. Pra, këto dy gjërat njerëzit nuk i shikojnë ai që ka pushtet, nuk ja shikojnë. Thjesht shikojnë që ky është afër Edi Ramës, mjafton ty një foto me Edi Ramën dhe ti mbaroj puna, shkëput aty që ti pas ke lidhje, pas ke marrëveshje me Ramën dhe je person i besuar i Ramës. Prandaj unë do të them tek ju, tek opinioni publik, që ky nuk është një fakt ose një procedim penal që të tregohet që shiko Rama nuk është se ndërton ai SPAK-un. Jo, ky është mashtrim publik. Rama është në një situatë ku duhet të mbrojë veten e tij, sepse ka përballë tij Erion Velien. Dhe Erion Velien nga burgu tha fjalën e famshme, në rast se flas unë ti je lajmi i fundit. Edhe kjo nuk kuptohet tani, në Shqipëri jetojmë.